Pasi që në ndërkohë e kemi pranuar një porosi, ne dëshirojmë që ta hapim atë porosi. Për ta hapur porosinë që kemi planuar, mjafton që të klikojmë 2 herë në të dhe porosia jonë do të hapet. Nëse tani në këtë rast dëshirojmë që porosinë e njëjtë ta përcjellim te dikush tjetër, atëherë mjafton që të klikojmë tek butoni forward dhe ta shkruajmë adresën se dikush dëshirojmë që ta dërkojmë. Nëse dëshirojmë që këtë porosi ta kthejmë, pra t'ia kthejmë përgjigjen të gjithë personave që janë në listën to apo në listën CC, atëherë do ta zgjedhim komandën reply to all, ku do shkruajmë OK dhe do të klikojmë tek butoni send. Ndërsa nëse dëshirojmë që t'ia kthejmë përgjigjen vetëm dërguesit të porosisë, në atë rast do të klikojmë tek butoni reply, shkruajmë në rregull, të klikojmë përsëri tek butoni send. Nëse dëshirojmë që porosinë e njëjtë ta fshijmë, atëherë mjafton që të klikojmë tek butoni delete dhe porosia jonë do të fshihet. Do të hapim një porosi tjetër, që kemi planuar më herët, dhe nëse tani dëshirojmë që një porosi ta zhvendosim në ndonjë folder tjetër, atëherë mjafton që të klikojmë tek move to folder dhe kemi opsionin se në cilin folder dëshirojmë që ta zhvendosim. Këtë porosi do ta zhvendosim tek folderi junk email dhe kjo porosi automatikisht do të kalojë tek folderi junk email. Nëse në ndërkohë dëshirojmë të shohim se na ka ardhur një porosi e re, atëherë do të klikojmë tek butoni send receive dhe do të shohim se a do të vjen ndonjë porosi. Nuk kemi për momentin asnjë porosi të re. Ndërsa, nëse dëshirojmë që një porosi të cilën e kemi fshirë ta kthejmë përsëri tek inboxi ynë, atëherë mjafton që të shkojmë tek folderi deleted items, ta gjejmë porosinë të cilën e kemi fshirë, të klikojmë në tastën e djathtë dhe ta zgjedhim komandën move to folder, ku na pyet se në cilin folder dëshirojmë që ta kthejmë porosinë, ta zgjedhim folderin inbox, do të klikojmë OK. Nëse tani klikojmë përsëri tek folderi inbox, do ta shohim se porosia jonë të cilën sapo e fshihem është kthyer. Do të klikojmë përsëri 2 herë, do ta hapim porosinë dhe e shohim se kjo porosi e ka edhe një dokument të bashkangjitur. Nëse tani dëshirojmë që këtë dokument ta ruajmë në hard diskun ton, do të klikojmë në tastin e djathtë dhe ta zgjedhim komandën save as. Mjafton që ta zgjedhim lokacionin se ku dëshirojmë që ta vendosim, file name, mund ta lënë emrin e njëjtë apo ta ndryshojmë emrin. Do ta ndryshoj emrin me fjalën test porosi dhe do të klikoj tek butoni save. Ta mbyllim dhe në përgjithësi kjo është atëherë se si dërgohen dhe pranohen porositë elektronike.